Fejesa e princit Leka Zogu i dytë dhe Blerta Celibashit nuk ka kaluar pa vëmendje ndërkombëtare. Revista franceze Point de Vaux i ka kushtuar një shkrim ceremonisë në plazhin më rërë të bardhë dhe ujëra të brusta të Ksamilit. Sipas revistës, më 11 tetor, princi 43 vjeç mblodhi rreth 70 miqe të afërm për të formalizuar fejesën e tij me fotografin 27 vjeçare. Pranë tyre ndodhej edhe vajza e princit Melia Zaharian, një martesë që u finalizua me një divorc të trazuar. Geraldina me 22 tetor feston ditëlindjen e saj të 5. Në kompleksin luksoz ku u mbaj ceremonia u shërbyen një aprak përpara se princi të ngrinte dollinë e parë. Ai falenderoi të ftuarit në anglisht kurse Blerta foli në shqip. Më pas të dy u drejtuan pistës për vallëzimin e tyre të parë. Në njërin prej unazave të shkëmbyera shkruhet dashuria i duron të gjitha. Në një intervistë çifti tregoi për jetimin dhe pritshmëritë nga ceremonia. Fejesa jon duhet të reflektonte sinqeritetin dhe thjeshtësinë tonë, nuk ishte vetëm një moment personal, por edhe një falenderim për çdo që na ka mbështetur dhe përtej kësaj një formë të ndarit me popullin shqiptar, shprehet princi Leka. Mëtej ai tregon se vendimi u poq natyrshëm, mirëkuptimi ynë është bazuar gjithnjë te besimi dhe miqësia. Tani ne e dinim se ishim gati ku rrugët tona personale dhe profesionale mund të lëviznin në të njëjtin drejtim, thekson ai. Sa për Blertën, ai shprehet se ajo është e fortë, e kulturuar dhe e kujdesshme dhe tregon empati. Ajo është vegetariane, e do natyrën dhe i pëlqen të rrëfej histori përmes kamerës. Ajo mëshiron një trajt të modernizmit shqiptar, thekson ai për të fejuarën e tij. I pyetur se cilat veti e të roqen tek njëri tjetri, princ Leka tregon zgjuarësia, forca e heshtur dhe ndjeshmëria kundrejt të tjerëve. Ajo sillet me dinjitet dhe tregon mirësi të vërtet, shprehet ai për Blertën. Ndërkohë Blerta vet thotë se u prek thellë nga integriteti i Lekës, durimi dhe dedikimi ndaj misionit të tij. Ai tregon një përulësi të rrallë për dikën në pozitën e tij. Ndjenja e tij e përgjegjshmërisë ndaj Shqipërisë dhe popullit shqiptar më preku thellë, shprehet ajo. Të pyetur se si e parashikojnë të ardhmen e tyre, princ Leka ka thënë se dëshira e tyre është që të vazhdojnë të ndërtojnë një jetë në shërbim të tjerëve dhe me domethënie. Shqipëria po ndryshon vazhdimisht, shpresoj që duke inkurajuar përpjekjet diplomatike dhe duke ndihmuar popullin shqiptar të përparojë drejt një të ardhmeje europiane, familja mbretërore do të vazhdojë të ruajë një ekuilibër midis Republikës së Historisë dhe trashëgimisë.